Polica e sigurimit kufitar me Maqedoninë e Veriut prej datës 1 prill ka çmim të ri, 50 euro për një vit do të paguajnë të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët duan të udhëtojnë në drejtim të shtetit fshinj. Me herët ata paguanin një tarifë vjetore 340 euro për një vit, por me dallimin që kartoni jeshil ishte i vlefshëm për në të gjithë Europën, përfshirë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa polica e sigurimit tashmë e miratuar kundrejt vlerës 50 euro, është e vlefshme vetëm për Maqedoninë. Po mirë dikon pas a keni mo ti ulni mo. Po të bëhet për Europën aq më mirë. Shkojmë shpesh, shkojmë për qef. Përfituesit më të shumë të vlerës së re janë kryesisht banorët e bashkive Korç, Pogradec, Prenjas dhe Librasht, të cilët janë frekuentues të shumë të Ohrit dhe Strugës për qëllime tregtare e turistike. Se ne jemi pothuaj kufitar. Punojmë, jetojmë, bashkëpunojmë. Unë e frekuentoj shumë. Iki në Ohër, në Shkup, në Strugë, vetë gjithale. 50 euro në vit, unë mund të bëj 10 rrugë. Nga 15 euro, që është tu, që thori 150 euro, janë 100 euro fitim. Kalimtarët shprehen të kënaqur me tarifën e re të kartonit jeshil dhe theksojnë se tani mund të kalojnë më shpesh me mjetet e tyre në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Është shumë mirë, për të shqiptarët të presin është mirë. Jam shumë i kënaqur, shumë e ulët, shumë e mirë ashtu, për një vit. Tash të provoj të vit, shpresoj të vit. Më herët policat kufitar me çmime të ulta realizoheshin vetëm me Malin e Zi dhe Kosovën.